Firuze, duke shumë bukur me të vërtet. Mashallah. Duke shumë bukur, Firuze. Në rregull, mos e teproni më. Përse të urprohesh, Zoti të krijoi me kujdes. Unë mendoj se gjithmonë duhet të veshësh ngjyra të tilla. Je tashmë një vajzë shumë e bukur, këto ngjyra të kanë bërë tepër më të bukur. Of, në rregull, por mos më teproni më. O, zot, që në mëngjes flisni. Nuk më lini as të bëj një sy gjumë. Largohu pak. E pra, po fillon sot? Jo, drejtori më telefonoi sot, kemi një takim me mësuesit, për më tha se duhet jem edhe unë atje. Do të shkoj Ka tani. gjë, e morë punën sidoqoftë, do takohesh përsëri me nxënësit e tu javën tjetër. Shpresoj Aisel. O, Zoti, mirë që të linda. Unë ndihem shumë e lumtur kur të shoh kështu. Zgjohesh në mëngjes dhe shkon në shkollë kështu, Firuze. Jam shumë krenare për ty. Ti ke këmbëngulur, ke punuar për vite me radhë, ma në fundi e dole të qëndrosh në këmbët e tua. Fal jush, nën? Jo, vajze ime, jo. Unë dhe vëllai yt ndihmuam, por çfarë do të bëre vetë. Dhe Jusufi është shumë krenar për ty. Unë kisha diçka për të bërë. Harova. Do të kthehem pas pak. Alo, motora e zgjuar? Çfarë ndodhi vajzë, ama pena ëndër? Më duhet të takoj urgjentisht sot. Çfarë po ndodh? A je mirë? Apo të kapi baba im? Motor, shqetësohu, jam mirë, mos u shqetëso, asgjë keqe nuk ndodhi. Ndoshta do të ndodhin edhe gjëra të mira. Por duhet të takoj sot sa më shpejt jetë e mundur. E po si të takuemi pra? Babai nuk më las për 2 minuta. E pra, mund t'i kërkosh ndihmë Azizit. Do të habite shumë, por Azizi më gjeti në të vërtetë. E di, ai më tregoi gjithçka, por unë nuk e di. Nuk e di, Aisha. Mund të gabohem që i besojmë Azizit. Ma je pak mua në telefon të lutem. Vajz, prit 1 minutë ta laj fytyrën në mëngjes pra. Do t'i tregoj dhe ai do të telefonoj më vonë, në rregull? Në rregull, por shpejtoj, jam gati të shpërthej nga emocioni. Duke shumë bukur motra ime e dashur, me të vërtet. Faleminderit. Por të gjithë më kanë thënë gjëra të tilla që nga mëngjesi dhe tani unë ndihem e turpruar. Mos u turpro, mirë. Pra të gjithë themi të njëjtin gjë, sepse na bën të lumtur që të shohim kaq të fortë dhe duke shumë e harreshme në jetë. A më kupton? Kanë shpifur për ty kaq shumë. Gjithashtu humbe edhe punën. Por pavarësisht gjithçkaje, ti prap qëndron në këmbë. Faleminderit vëlla. Jam shumë krenar për ty, Edi. Shikon pak mua. Jam i lumtur që je motra ime. Jam shumë e lumtur që je vëlla im. Në rregull, unë atëherë iki. Shihemi sonte në mbrëmje. Nëse ke nevojë për ndonjë gjë, thjesht më lajmëro. Hajde birë, të përcjell ty. Në rregull. Tarëk? Mirëmëngjesi, jeta ime. Mirëmëngjesi. U zgjove herët?
Por, a e di çfarë? Të zgjohem me ty është shumë e mirë si për mua dhe për fëmijën tonë. Mua më duhet të dalë. Nëse të duhet diçka më telefono. Në rregull. Ai, uf. Meltem, çfarë ndodhi? Unë kam pak dhimbje, ose më sakt një endje në bark. Në rregull, atëherë hajde të dërgoj në spital për kontroll. Jo, i dashur nuk ka nevojë, por nëse më bën një masazh do të ishte mirë. Në fund të fundit, masazhi bën mirë për endjen. Prandaj. Leila, mirëmëngjesi shpirt. Mirëmëngjesi.